por mos harrojmë që pjesa më e madhe e bashkëtarëve në Itali jetojnë në zonën për pjesën e veriut të Italisë. Dëgjoj, po për pjesën e këtyre votës zarfave, kur nisen, kur i shkojnë? Tani, Komisioni Qendror i Zgjedhjeve ka përfunduar ato procedurat e përzgjedhjes së kompanive të postës dhe besoj që në ditët e para të prillit pritshmëria ime është që diku nga data 7-8-9 prill të mbërrinë zarfat e para në destinacionet pak më të afërta dhe deri në mes të prillit të kenë mbërritur edhe në pjesë të tjera të botës ku janë regjistruar shqiptarët. Mos harrojmë që janë 120 shtete ku janë regjistruar bashkëdhetarët. 120 shtete. 120 shtete. Deri në Japoni. Japonia është një emër i njohur, po për shembull Antigua është një emër që është një emër i veçantë ku janë regjistruar bashkëdhetarët tanë, apo edhe destinacione pak më do thoja unë të njohura, për shembull ka të regjistruar shqiptarë në Iran që janë regjistruar për të marrë pjesë në zgjedhje. Mirë se tani hym live këtu, kështu që po e ndërpres se kam këtë syrin. Edhe do shifemi atje, se ndërkohë deri atëherë, hajde, përshëndes. Mirupafshim. Pra me 29 të muajt jemi në Kret, kështu që i ftoj të gjithë bashkëdhetarët tanë në Kret që të na bashkohen në Hania, dhe në 30 jemi në Athinë, edhe aty me kënaqësi të madhe i ftoj të na bashkohen. Në ndërkohë kemi një të re shumë pozitive, komisionerja për zgjerimin Marta Kos ka deklaruar që përgëzon Shqipërinë e Maqedoninë e Veriut për shpejtësinë në marrjen e financimit nga plani i rirritjes. Shpejtësia në marrjen e financimit do të thotë përmbushje e detyrave sipas kalendarit dhe programit, se ne s'kemi program, kalendarit dhe programit të dakordsuar për ecurinë e mëtejshme të vendit në rrugën e antarësimit dhe bëhet fjalë për 64.5 milion euro që vijnë drejt për drejt nga Bashkimi Evropian për Shqipërinë, 30 milion euro janë për buxhetin e shtetit si mbështetje për reformat e agjendës kombëtare të reformave dhe 34 kalojnë përmes WBIF-it, pra fondit të investimeve të Ballkanit Perëndimor për infrastrukturën. Kështu që besoj se kjo është një tjetër shenjë shumë e qartë e faktit që ne jemi duke ecur me shpejtësi sipas ritmit përcaktuar edhe nga negociatat për tu antarësuar në Bashkimin Evropian. Në ndërkohë desha të ndaj me ju dy grafik shumë interesant, por dua ta filloj nga një anketim i bërë së fundmi në Bashkimin Evropian, anketimi bërë nga strukturat e Bashkimit Evropian, ku ka një rezultat shumë befasues për disa, por as pak befasues për disa të tjerë në të cilët hyj dhe unë, që për herë të parë që nga bërja e kësaj ankete në 1983-shin, që nga 1983, kur ka filluar kjo anketë dhe bëhet për vit, për herë të parë ka një shifër rekord, 74% të bllokut të Bashkimit Evropian që beson se
vendi i tyre ka përfituar nga Bashkimi Evropian dhe që beson se sot ka arsye të tjera për të mbështetur Bashkimin Evropian. Dhe 35% e mbështetësve të kësaj mase shumë, domethënëse, mbështetje për Bashkimin Evropian që nuk ka rezultuar kaq e madhe që nga 1983, citojnë paqen dhe sigurinë, që është në fakt edhe arsyeja pse unë po ju përsëris për ditë se në 11 maj vota ka një peshë specifike të rëndësishme gjeopolitike eksaktësisht për të garantuar paqen dhe sigurinë e popullit tonë dhe e vendit tonë duke hyrë në Bashkimin Evropian, ndërkohë që 34% të tjerë si arsye të parë citojnë rritjen e bashkëpunimit mes vendeve që fuqizon drejt për drejt edhe ekonominë. Shikoni këtu se çfarë rritje ka pësuar. Domethënë kjo bluja është mbështetja vend pas vendi për Bashkimin Evropian. E papar që nga 1983 kjo mbështetje, sepse popujt e Europës kanë ndjerë thellë kërcënimin që vjen nga ndarja dhe nga përçarja e Bashkimit Evropian dhe ndërkohë janë të një mendje masivisht që qenia në Bashkimin Evropian është një garanci për paqen dhe për sigurinë. Kështu që atyre që thonë që na duhet ne Bashkimi Evropian, u them se sot në botën e sotme, në kohën e sotme, ne Bashkimi Evropian na duhet më shumë se kur. Dhe nga ana tjetër, ne i duhemi më shumë se kur Bashkimit Evropian, Shqipëria dhe rajoni dhe vendet që janë ende jo në Bashkimin Evropian, për të krijuar kompaktësi duke ribashkuar të gjitha copat e Europës dhe për të krijuar një perimetër shumë kompakt sigurie, gjë nga e cila ne kemi një përfitim të jashtëzakonshëm. Tani shikoni dhe një grafik tjetër. Shikoni çfarë do të ndodhi në momentin që ne do ta anëtarësojmë Bashkimin Evropian. Ky është shembulli i Kroacisë. Grafiku në krahun këtej nga bufi është çfarë merrte Kroacia nga Bashkimi Evropian deri në momentin që u bë anëtare. Ndërsa gjithë mali i lartë janë vit për vit fondet që Kroacia mori pasi u anëtarësua në Bashkimin Evropian, eksaktësisht siç do të ndodhi me ne. Dhe nëse nuk e di sa arrini ta shikoni, por në anën e malit fondet janë 1 miliard euro e kusur në vit, eksaktësisht shuma që do të marrë Shqipëria nga momenti i anëtarësimit. 1 miliard euro e kusur në vit, shikoni këtu shifrat, të gjitha shifrat që janë në krahun e bufit janë 130, 140, 150 maksimumi vjetore, paka shumë në total, siç ndodh me ne me programet ndryshme, dhe në të 10 vitet e fundit ne kemi marrë në total afro diçka më shumë në fakt se sa 1 miliard. Çfarë ne kemi marrë në 10 vite, do ta marrim vit për vit me hyrjen në Bashkimin Evropian. Kështu që diskutimi a ja vlen as ja vlen është kot, është absolutisht i pa bazuar, ndërsa krijimi i vetdijes që në 11 maj duhet të krijojmë një blok kompakt përtej të majtës dhe djathtas, përtej dasive partijake, përtej tifozllëkut dhe rendjes pas fanelave të partisë, është një domosdoshmëri.
duhet ta krijojmë këtë vetdije që të gjithë bashku dhe Partia Socialiste është vendi aty tek kutia numër 5, mund qendër të flesë votimit, është vendi për të hedhur votën, jo për të bërë të gjithë socialistë, larg qoftë, por për të kompaktësuar mesazhin për Bashkimin Evropian, për të mbështetur fuqishëm negociatat, duke krijuar kushtet që edhe në 12 maj, kur ne të jemi duke numëruar votat dhe të gjithë të tjerët të jenë duke u marrë me zgjedhjet, ata 1000 vajza dhe djem që punojnë çdo ditë brenda zyrave të shtetit për negociatat të vazhdojnë të punojnë pa asnjë lloj lëkundje që vjen nga impakti i votës. Në një farë mënyre, Partia Socialiste sot gjendet në vendin e dur dhe në kohën e dur si pika e referimit. Siç gjendej Partia Demokratike në vendin e dur dhe në kohën e dur në 91-92-shin, në 91-92-shin, kur një shumicë dërmuese e papërsëritur ndonjëherë ja dha votën për të konfirmuar një pozicion të ri të Shqipërisë, për të konfirmuar një ndarje përfundimtare nga shkuara dhe një përqafim të së ardhmes. E njëjta gjë në një dimension tjetër do të ndodhi në 11 maj, duhet të ndodhi në 11 maj, ku duhet masivisht me votën tek kutia numër 5 të konfirmohet ndarja përfundimtare me historinë e të qenit të lënë pasdore, e të qenit të lënë prapadere, e të qenit popull i dorës dytë në këtë kontinent. Kur Skënderbeu u vendos këtu si një barikadë ndaj lindjes, nuk kishte Bashkim Evropian, patjetër. Por ama konfirmoi atë që ka qenë në vijimësi instikti politik i popullit shqiptar, i shqiptarëve, i gjithë atyre që kanë pasur një rol në lëvizjen për ndriçimin e këtij populli dhe për lartësimin e këtij vendi, që përkatësia jonë është, siç thoshte në infrashëri, nga ana e diellit që lind atje ku perëndon. Dhe sot kjo është një domosdoshmëri jetike për popullin dhe për kombin tonë. Është një domosdoshmëri jetike për të konfirmuar dhe për të garantuar lirinë individuale, për të konfirmuar dhe për të garantuar barazinë para ligjit. Barazia para ligjit është për herë të parë në rendin e ditës. Dhe këtu dua ta ritheksoj edhe një herë që unë jam shumë krenar dhe ne socialistët dhe progresistët jemi shumë krenar që jemi ne ata që bën të pamendueshme dorëzimin e shpatës së drejtësisë në duart e drejtësisë, nga duart e pushtetit politik, nga kjo zyrë ku ka qëndruar shpata e drejtësisë që nga 1912 flas jo fizikisht këtu, po në zyrën e të parit të shtetit, e të parit të qeverisë, qoftë mbret, qoftë diktator, qoftë edhe president, siç ishte Lumadhi që sot është kthyer në buf, edhe që në buf krete, edhe që burgosi kundërshtarin e tij, dhe ja kemi dorëzuar drejtësisë këtë shpatë. Dhe prandaj sot ka edhe një lëvizje të pa imagjinueshme deri dje të drejtësisë në